Moti i keq i shkaktuar nga stuhia Claudia shkaktoi 3 viktima dhe plagosi 10 të tjerë në Portugali, thanë autoritetet të shtunën, ndërsa në Britani punëtorët e shpëtimit por organizonin evakuime për shkak të përmbytjeve të mëdha në Wales dhe Angli. Portugalia dhe pjesë të Spanjës fqinje janë përballur me ditë të tëra kushtesh ekstreme të shkaktuara nga stuhia Claudia, e cila kishte arritur në pjesë të Britanisë dhe Irlandës të shtunën. Ekipet e shpëtimit gjetën trupat e një çifti të moshuar brenda shtëpisë së përmbytur në Fernão Ferro, matan lumit Tagus nga Lisbona. Me sa duket ata kishin qenë duke fjetur dhe nuk kishin mundur të iknin, ndërsa niveli i ujit u rrit gjatë natës. Të shtunën një tornado goditi Albufeira në Portugalinë jugore, thanë shërbimet e emergjencës. Pamjet e filmuara nga distanca që u postuan në internet treguan tornadon duke dëmtuar dhe shkatruar karavanët në një zonë kampingu, ku komandanti rajonal i mbrojtjes civile Vitor Vaz Pinto tha se një grua 85 vjeçare britanike u vra. 28 persona u plagosën në një hotel aty pranë, tha ai, duke shtuar se 2 prej tyre ishin në spital me rëndime të rënda. Në një deklaratë të shtunën, presidenti i Portugalisë, Marcelo Rebelo de Sousa, shprehu solidaritetin e tij me familjen e viktimës që vdiq në Albufeira dhe uroi shërim të shpejtë të plagosurve. Në Britani, përmbytje të mëdha goditën qytetin e Monmouth dhe zonat përreth në juglindje të Walesit të shtunën. Shërbimi i zjarfikësve dhe shpëtimit të Walesit të jugut tha se po kryen operacione shpëtimi, evakuimi dhe kontrolli të mirëqenies. Pamjet ajrore treguan përmbytje të përhapura në Monmouth me ujë që përmbyti qendrën e qytetit dhe zonat e banuara, pasi një lum aty pranë doli nga shtrati gjatë natës.